dashuri. Do e haja për ditë të kekun. Po nuk do e hajmë. Pse? Ja. Sot nuk do ta ham, se kemi vendosur që përveç se të gatuajmë të kekun, sot do na kontrollojnë ditën klientët e babunit. E si do ndodhi? Ne do t'i çojmë porosin një klienti dhe ai do na thotë si duhet ja çojmë porosin klienti tjetër. Shumë me sfida. Po. E zën ti ja çon dikujt dhe ai do thotë klientit tjetër ti duhet ja çosh me një këmbë. Imagjino të thotë Me një këmbë. Po qoftë se klienti është në bllokun asnjë? Nëse gjithsesi mos harroni që nëse shkarkoni aplikacionin e babunit, keni 15 ditë transport në Italia. Ti e shkarkove? Po. Edhe unë kam shkarkuar, kështu që vetëm mund të... Tani do nisem me përporosi. Jo, askush nuk do haj. Po një copa mund të ham? Jo, janë 9 copë, janë për 9 klientë të ndryshëm. Hajde çoj. Po tani një copë do na japësh ne? Jo! Një copë. Jo. Hajde. Lam nam, sinqerisht, është hera e dytë që ne I tregojmë botës që nuk dim t'i japim biçikletës. Mos e kemi parë ku dysh. A duhet ke goca si një njeri që do një copë kek? Duket fiksi një njeri që do një copë kek me motorzim brenda. Ka pak gjasa motorzime. Inshallah, s'do gjë. Hi! Si je? Po, goca dhe gocë. Na njifka! Vërtet? Si je? O, mirë. Apo pret dikë apo pret kek? Po pret kek? Po nuk e përsa ju. Tani, ti do na japësh neve një sfidë se si do ta dorëzojmë porosin tjetër tek klienti I radhë. Nuk duhet ta dorëzoni te personi tjetër duke recituar një poezi. Poezi? O gocë, unë kam qenë 9 vjeçare para recituar poezi. Mos të Do ta vetare. shpikim, duhet të gjejmë fatosin brenda vetes dhe të bëjmë gati një poezi. Edhe ta kryojmë vet. Po. O të mëshme. Po mirë, kjo të bëft mirë. Shumë Urdhëro dhe ne tani do ikim të gjejmë të mendojmë. Okej, dhe mos harro gocën të mërkurën në orën 8. Po patjetër. Po nuk vdishëm, se kemi zakon vetëm si përgjërim. Si je? Ke porositur? Të bësh mirë. Faleminderit. Tani ti porosin e more, por do na bësh një nder. Ne te klientët e tjerë do dorëzojmë porosin si ti, kështu që do na thuash një sfidë çfarë bëjmë ne të dyja te klienti tjetër. Ranës, doni sigurin në një film romantik. Erdha fluturim si zogu në përe, me kek në dorë se lash në derë. Në trafik su lodha zbëra naze, se keku juaj nuk pranon faze. E mbajta si foshnje, plot dashuri, se lash të dridhej, as të merrte liri. Tani po ta dërgoj me mend në kokë. Ç'po më hahet pak, a ma jep një copë? Urdhëro, Xhaxhi, kjo është porosia jote, që ke porositur. Porosin do t'ma jep një përqisht. Po ne ta dham, po t'ja bëjmë dikujt tjetër thushisht. Po bëja. Okej, se kemi dhe porosit të tjera. Të bëft mirë. Faleminderit. Më të dashuara se kur. Romeo dhe Julieta. Romeo dhe Julieta. Ti je Romeo? Julieta? Ja, Julieta. O, Romeo. Përse të jesh Romeo? Julieta ime, nëse ti më jep mua nga ky ilaç që ke këtu, unë nuk do vdes të premtoj. Do të ham kekun të dyja dhe të vdesim bashkë. Po nëse ky kek ka helm, apo prova e dashurisë është të vdesim. Romeo! Ja! E mi qo, tani s'do vim porosim, qo. Na fal. Si e? Këja ishte të bënim si romantik, nuk e di sa ja dolëm. Tani! Porosia që kemi sjellë për ty, kek I bërë me dashuri për ty. Tani! Ti duhet të na japësh ne se ne na dhan sfidë, kupton se nuk kemi I vërtet. Ha? E kuptohet se s'lidhet imazhi me. Na e dha një klient të para teje. Tani dhe ti duhet na japësh neve një sfidë.
Sa do japun juve. Meni adoptoni një nga këto mace tu. Po është kjo është thjesht, kam edhe vështirë. Ja, s'është e thjeshtë, i braktisin. Klienti të radhës i jepeni porosin duke kënduar rap. Kjo është super e thjeshtë. Këta e bëjnë, kemi jema këngëtare për këtë punë, mas, tani. Faleminderit të bëftë mirë. Shumë e mirë, patim. Cacalım, merhaba, nasılsın? Kekisım. Babulak. Şerbet kekisım. Şeker, Şeker pencere. Kaldım, bitti bırak halsızın üstüne kaldım. Ben çıktı kalsızın, haybadı. Aşkıldım, ben çıktı kalsızın üstüne kaldım. Yok, bismillah. Bu da hala da bismillah. Birlikte kekisim aldım. Tu nasılsın kek? Babulak. Ben tuktuhan sen bil kekisim aldım. Şekerebel. Pencere, tencere, Şeşerek. şekerek. La. Kekisim. Nuk e kuptoj, nuk. Keguluk sarabla. Ben haldatına bin sisini laktı luduba. Bisipi kalım tıkanı. Haşrına kana babulak. Şekerlik. Beni şekerlik. Kekisim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kamo gjasi lavs na more vesh apo. Po gjithë telenovela turke s'ke marr vesh në Po të llav. nxjerrë mora vesh. Nëse ke pa dashurinë ndaluar me Pelulin dhe Biterin që vet Biteri vetën? Nëse xhaxhi ne e kishim sfidë nga klienti para atje që do ta sillnim porosin me turqisht. Tash ne s'dim asnjë llav, besoj e kuptove, po bëm maksimumi. Po. Ti do na japësh ndonjë sfidë, ne si t'ja çojmë porosin klientit tjetër. Ju i sugjeroj ta çoni porosin e radhës me këngë. Me Ua, këngë, prezent. nga turqishtja në këngë. Ne s'dim të këndojmë. Kjo është sfida ime bashkë me ty. Dhe xhaxhi ti e ke shkarkuar babunin, po thua njerëzit të tjerë që nuk e kanë shkarkuar, ta shkarkojnë se ke 2 javë porosi 15 ditë në 15 kohë. ditë. Pa pagesë. Pra e merr tasë të shtëpia s'pagun as i kokën lekë. Edhe shi Belulin me Biterin. Merë xhaxhit bëft mirë kekësimi nga Kësëm babullaku. ashe kredoron. Bye. Jo, klienti jem. Ema! Jem porosia, unë jam në sprint. Ndala shiu, a djellën maj se ti ke porosit dhe unë jam on fire. Ti e VIP se si klientët tjerë, se për ty bëj rap me dorën në zemër. Si jam tonë më thirë për sëri, dërsoj ëmbëlsi me shpejtësi si taksi. Atë ka ardhur njëherë porosia më mirë se tani, se sot. Asnjëherë më parë. Këto varë që kemi thurur nga zemra për ty. Dhe tani ti ke një detyrë, të na thuar se çfarë ti bëjmë me klientit tjetër, një sfidë intrigante. Herën tjetër, klientit tjetër do i bën një reklam shumë bukur. Okej, do e bëjmë siç ne Sounds dimë. like me. Thank you, Bafir. Ciao. Keku pa sheqer. I mi moj do jesh për her. O keku pa sheqer. Ne kemi bërë kek. Ka sheqer. Okej. Do shihë performanca jon? Po. E kishim sfidë nga një xhaxh përpara, na tha që klientës tjetër do ja dërgoni me këngë. Po si këndonte shpirti. Do na japësh Nuk ishte parë Belulin dhe Biterin. Ti do na japësh një sfidë ne se si ta dorëzojmë dikujt tjetër. Mendojeni me slow motion. Ishte gati për sfidën. Ishte gati ka për gjithë jetën. Kështu, mbas shkollë drejt nepsi për kek. Normal. Të bëf të mirë, ne tani do ikim të bëjmë rehearsin ton që ta bëjmë Ajde. porosin me Slow motion. O keku pa sheqer. Ky s'është thjesht një kek, është një përvojë. Çdo kafshat shkruaj në gojë si dashuria e parë dhe aroma flet para se ta provosh. Nuk ka nevojë për festë, se ky kek e kthen çdo ditë në festë. A je gati të provosh kënaqësinë absolute? Porosi tani dhe lëri ëndrat të trokasin në derë. Shkarko babun dhe përfito 15 ditë transport falas. Të pëlqen? Shumë faleminderit. Por tani ti ke një detyrë. Detyra është që ne te klienti tjetër të na tregon se çfarë sfide të bëjmë. Çfarë mendon ti që do na japësh? Ju jeni ata të andalës apo jo? Po, ta ndalës jemi. Mund të bëni një surprizë nga ata. Ose bëri si detektive, çfarë t'ju them? Agente? 004? 005? Jemi? Let's Ikim. start. Faleminderit. Ciao.
e kemi porosinë e radhës. Është kryqëzimi I dy diatas. Po pse? Nxito akokle Do ikim këtu te xhaxhi, t'japim kekun. Si je? Do e marrësh një kek? E kemi gatuar ne. me dashuri. Me shumë dashuri. Të bëftëmi. Faleminderit. Bëf mirë Xhaxhi. Bëf mirë Xhaxhi, po jemi pse jam herë. Shumë faleminderit, të bëf të mirë, punë të bashkë. Pacim. Ulo moj si duken shkurret. Objektivi duke tjetë ai atje. Zona është e pastër, hajde ikim. Jemi drejt rrugës? Futu shpejt. A dukemi? Dukemi pak për. Dukemi? Okej. Dil, me kujdes. Agjenti 003 më dëgjon? Të dëgjoj, më dëgjon? A ikim? Jemi? Nuk e di, nuk e shoh mirë. Shif mirë ti pamin atje? Se kam kapele. Duket se është gati. Hajde shpejt. Mos u duk. Fshiu se fshim pas kapele, pas kaprulave të mua. Si je? Ke bërë një porosi? Jemi agent, detektiv. Jemi detektiv? Agenti 04 më dëgjon? Me zi kemi një ardhur. Për porosin tënde. Bëft mirë. Pacim, kapele ma jep se më duhet. O zot, çfarë sfidash do ngelen më që të bëjmë ne. Këtë sezon. A jeni dakord që t'i lutemi Perëndis mos kemi më sfida me bicikletë? Wow! Jam e vetmja me rrota. Jam e vetmja që ti t'i jap bicikletës dhe desh urxova, imagjinoni. Unë mendoj që deri në fund të GOATS-it të sezonit të dytë, neve do jemi të licencuara për delivery girl. Jo, ne në fund sezonit do të bëjmë Spider-Mana, Batmana që shpëtojmë qytetin.